Një ditë më parë në frakull të Fierit, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Fier, zoti Gazmend Bardhi, i shoqëruar nga deputeti zoti Luan Baçi, zhvilluan një takim shumë të mirë me banorët e zonës. Gjatë këtij takimi u prezantua dhe kandidati i listës së hapur të Partisë Demokratike, zoti Gentian Koçi, një kandidat i përkushtuar ndaj zhvillimit të kësaj zone, e cila njihet për potencialin e saj bujqësor brenda bashkisë Fier. Gjatë bashkëbisedimit me banorët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike që kishin mbushur ambientin, zoti Bardhi kërkoi mbështetjen e tyre për Partinë Demokratike dhe për kandidatët e saj. Ai theksoi se qëllimi i tyre është t'u japin qytetarëve mundësinë për një jetë më të mirë dhe për një të ardhme të sigurt për familjet e tyre. Fokusi ynë për frakullën dhe zonën përreth është investimi në bujqësi dhe infrastrukturë. Përmes subvencioneve për bujqësinë, synojmë të nxisim rritjen e prodhimit vendas dhe të sjellim investime konkrete në infrastrukturë, duke siguruar rrugë më të mira, sisteme moderne të ujësjellësit dhe projekte të tjera transformuese për zonën. Partia Demokratike mbetet e përkushtuar për të ndërtuar të ardhmen së bashku me qytetarët dhe për të hapur mundësi të reja për mirëqenien e njerëzve punëtor në frakull dhe në të gjithë qarkun e Fierit, u shprehën ndër të tjera ata.